Qeveria izraelite miratoi një plan për të regjistruar sipërfaqe të mëdha të bregut perëndimor të pushtuar si pronë shtetërore, një hap i parë i tillë që nga viti 1967 dhe që synon të forcojë kontrollin mbi tokën. Ky propozim u prezantua nga ministrat e krahut të djathtë dhe synon që brenda vitit 2030 të vendosë nën kontroll rreth 15% të zonës C. Sipas marrëveshjeve të Oslos, ky territor përbën mbi 60% të zonës dhe tashmë do të kalojë në pronësi të plotë të Izraelit. Vendimi parashikon që të gjitha tokat ku nuk provohet pronësia private të shndrohen automatikisht në parcela shtetërore izraelite. Përmes këtij hapi, Tel Avivi forcon ndjeshëm kontrollin mbi tokën, duke bllokuar çdo funksion administrativ të autoritetit palestinez. Zyrat ushtarake izraelite do të jenë përgjegjëse për të gjitha procedurat e shitjes dhe lejet e ndërtimit në këto zona. Masat e reja përfshin edhe shfuqizimin e ligjeve që deri dje ndalonin shitjen e tokës për kolonët izraelit. Ky përshkallëzim shihet nga pala palestineze si një lëvizje e qartë dhe rrezikshme drejt aneksimit formal të territoreve të tyre. Nga ana tjetër, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka cilësuar tashmë si të palishëm pushtimin dhe ka kërkuar evakuimin menjëhershëm të kolonëve. Situata mbetet mjaft e tensionuar në rajon, ndërsa operacionet ushtarake dhe zhvendosjet e banorëve janë intensifikuar ndjeshëm kohët e fundit.